Ratës zgjedhore. Gjithashtu auditimi gjithëpërfshirës dhe të pavarur të listës së votuesve përmes analizës së brendshme të proceseve të regjistrimit dhe testimit statistikor edhe në terren, në konsultim me palët e interesuara për të adresuar shqetësimet mbi saktësinë e tyre dhe për të rritur besimin e publikut. Mirë, kemi dikur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar zotin Jeton Alimi. Zoti Alimi, ju përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni me mua, zoti Alimi, sa i përket raportit nga misioni i vëzhgimit të zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian, pra ato që dëgjuam edhe pak më herë. Cilat janë provat konkrete që raporti IBS përmend lidhur me ndikimin e mundshëm për atë Serbisë dhe administratës amerikane në procesin e votimit që u zhvillua në Kosovë? Po, ashtu si që thë edhe jatë në siglën e ju, mëse e qartë tash ai raporti është konkret dhe i ka po ato tentimet dhe Serbia për të reaguar, për të kontrolluar një farë me zgjedhjet, po nuk ka mujtë dhe ato tendenca kanë pas dhe si do që tjetë, unë po besoj që nuk është diçka e re nga ana e Serbisë, çdo kemi thonë që Serbia mund është, çdo kohë mund me dëmtu Kosovën dhe shtetën e Kosovës dhe besoj që në të ardhmen as nuk do të lejohet as kjo tentativë që mund të reagojnë në zgjedhjet e Kosovës. E qartë, zoti Alimi, duke u bazuar te ky raport pra i Bashkimit Evropian, si ka ndikuar ndërkaq dhe mungesa e debatit të kuptimit pra mes kandidatëve në cilësimin e fushatës dhe informimin e votuesve? Unë po shpresoj që më në fund edhe kjo sagë e Serbisë do të marrë fund njëherë për gjithmonë dhe mos lejoj një neglizhencë dhe institucionet Kosovë duhet të marrin masa që do të stopojnë të gjitha këto tentimit të Serbisë për të reaguar nga institucionet Kosovës dhe KQZ se mos të ketë ndonjë ngjecje në punën e tyre profesionale. Mirë, zoti Alimi, ndërkaq cilat janë edhe sfidat kryesore pra në reformimin e administratës zgjedhore për të siguruar pavarësi por edhe paanshmëri sipas rekomandimeve të Bashkimit Evropian? Po këto rekomandime të Bashkimit Evropian janë mirë të organizuara për të mirën e Kosovës dhe zgjedhjet sa më të mira në standard Bashkimit Evropian për të mbajtur një shtet siç mendon Kosova në shkon Bashkimit Evropian dhe NATO, sidoqë që tjetë unë po shpresoj që edhe në të ardhmen dhe shumë shpejt do të bëhen edhe përgatitje të më të mira që Kosova nuk mund të jetë sak i Serbisë apo njerëzve apo shërbim me inteligjencë mund të sulmojnë në komisionin zgjedhor apo mund të reagojnë në zgjedhjet e Kosovës, ta që mund të pritet të zgjedhjet komunale që të bëhen në vjesht, po sidoqë që tjetë unë besoj se kjo është alarm shumë i mirë për institucionet e Kosovës që besoj të themelon sa më shpejt dhe mos lejoj një akt të tillë siç ka tentuar të bëjë në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Republikën e Kosovës. Por cilat janë masat që duhet të marrë Kosova, zoti Alimi? Po këto janë alarme për inteligjencën e Kosovës dhe duhet të organizohen sa më shpejt të sesione dhe duhet të mblidhen sesionet e Kosovës dhe edhe po shpresoj edhe qeveria e Kosovës mund të zgjidhë sa më shpejt dhe të marrë hapa konkret dhe nuk do të lejojnë një apo individ apo organizata çfarë do mund të reagojnë të përgjithshëm në raportin e Bashkimit Evropian për tentimin e zgjedhjeve apo me reaguar në jo të mirë për të prishë zgjedhjet e Kosovës dhe e dimë shumë mirë Serbia është një shtet anësor i Republikës Kosovës dhe besoj në të ardhmen nuk do të lejohet sendi i tillë. Reshar, ndërkaq zoti Alimi, si mund të realizohet në mënyrë efektive pra një auditimi plot dhe i pavarur i listës votuesve, por ndërkaq dhe cili do të ishte edhe ndikimi i tij në besimin publik? Po në mendoj që një auditim nëse i qartë, takve që është bërë dhe nga Bashkimit Evropian, po edhe nga institucionet e Kosovës dhe nuk besoj që ka pas ndonjë lëshim të madh apo që mund ta ketë dëmtuar reputacionin e zgjedhjeve në Kosovë apo KQZ mund të ketë ndonjë gabim teknik, po jo edhe në atë pas që mund të fokuson në këtë raport, po si të që tjetë çdo sa është për më mirë dhe e mira nuk ka edhe besoj të në zgjedhjet e ardhshme nuk do të lejohet një send i tillë.
E qartë, ndërkaj, zotë Elimi, në informacionet tuaja të fundit, çfarë po ndodh tashmë me konstituimin e Kuvendit të Kosovës? Po me konstituimin e Kosovës është më së e qartë se tash lëvizja vendosur është të bllokuar vetëm një kandidate që Zonja Gjio ishte ministre e kësaj drejtësisë dhe mendoj që ai nuk është person unifikuese, besoj këtë opozita ja ka thënë të qonë zoti Kurti dhe është kryeministri zoti Kurti që i ka dhe disa kandidat tjerë apo veç kjo është është lojë se zoti Kurti dhe nuk do me përtutje se e një ka presin Kosovën për themelimi za etnicit në asociacionit dhe të dhe me zoti Kurti nuk e themelon dhe ke kandidatën Zonja Gjio, po vetëm me këtë kryeministri dhe edhe shëngjë zoti Kurti anë marrëveshje politike nuk mund të ketë as votim të kryetarit të parlamentit, as të qeverisë dhe zoti Kurti jetë bën kalkulime politike dhe lojrat vetëm në favor të tina. Mirë, zotë Elimi, ndjekemi tjetër insert dhe më pas rikthehemi së bashku. Kryetari i Kuvendit të Malit të Zi, Andria Mandić, ka reaguar pas votës së dhënë nga ministri i punëve të jashtme Ervin Ibrahimović për përfshirjen e aplikimit të Kosovës në agjendën e Komitetit Ministrave të Këshillit të Evropës, duke cilësuar shkelje të parimeve të funksionimit të qeverisë dhe marrëveshjes së koalicionit qeverisës. Duke votuar në mënyrë të ngjashme në Këshillin e Evropës pas një konsultimi me partnerët, veçanërisht pa një vendim të qeverisë, ministri i jashtëm ka sfiduar drejt për drejt marrëveshjen tonë dhe marrëveshjen e dhe ka rrezikuar marrëdhëniet e fqinjësisë mirë me Serbinë, ka deklaruar Mandić. Kujtojmë se Kosova ka mbetur jashtë agjendës së Komitetit Ministrave, i cili këtë javë ka zhvilluar sesion vjetor në Luksemburg, përkundërsa Asamblea Parlamentare ka dhënë opinion pozitiv për aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Mirë, zotë Elimi, a përbën vota e ministrit Ervin Ibrahimović një shkelje të marrëveshjes pranë koalicionit qeverisës në Malë të Zi, apo është edhe një akt prej politikës së jashtme të pavarur në përputhje me orientimin europian të vendit? Unë besoj që kjo është më mirë kjo e fundit e dyta se thave se ajo të besoj që të gjithë ato kalkulimet e tyre politike besoj që kanë në marrëveshje, po ajo është zoti Andria Mandić që dimi është nga vjen dhe cilës kra i takon dhe kujna i një mëna të teme popullor, po si të qëtjetë, unë besoj që ka vepruar mirë dhe tash kjo vota për Këshillin e Evropës është mirë se arë nga Mali i Zi dhe si të qëtjetë, po e dim ato politikat e Mali i Zi ekskluzive të zotit Mandić, po si të qëtjetë na nuk do të merra me Mandić, na e kemë do të sigurojmë vota tjera që Kosova të në Këshillin e Evropës dhe mos merr me individ. Ata i kanë marrëveshje të tyre politike dhe nuk do të lejo dhe Mali i Zi dhe gjithë 6 vende ballkane perëndimor apo midisane siç e kemi quajtur zakonisht, ose që kanë vetëm në struktura Bashkimit Evropian dhe NATO dhe ankthësit nga Rusia dhe nga Lindja, po janë politikat e tyre dhe besoj vetëm t'ia vërçefin dhe as diçka konkrete, besoj ato janë të izoluar dhe as pak nuk do të merren seriozisht nga ato interpretimit të zotit Mandić. E qartë, për zotë Elimi, përpos kësaj, si mund të ndikojnë ndërkaq pra kjo përplasje brenda qeverisë së Malit të Zi në stabilitetin e koalicionit aktual dhe në rrugëtimin euroatlantik të vendit? Po nuk mund të ketë ndonjë përplasje se ajo është përgjithësi e çdo individuale, edhe çdo ministri është portofoli i tij dhe është llogaridhënie. Besoj që edhe qeveria e Malit të Zi është pa marrëveshje shumë të mirë me Republikën Kosovë dhe ka marrëdhënie e tij shumë mirë në kohën se zotit ka mjaft kosovar që kalojnë andena i kryen pushime dhe kanë marrëveshje edhe për lëvizjen e veturave dhe paguajnë po eksa si që kanë paguar ato miliona të dhe asetas dhe besoj ajo marrëveshje do zbatohet dhe nuk do të ketë hartëmbetje vetëm kjo vot, po ajo më shumë i takon politikës së sheshit në 19 dhe zoti Mandić mundohet të krijojë ndonjë përçarje vetëm për kalkulimet e tij dhe mund të ketë ndonjë kritike për atë ministrin që ka ja votën për në Këshillin e Evropës dhe atë se mund të ketë një lëkundje ta përkes të koalicionit në qeverisë Malit të Zi. Zotë Elimi, mund na shpjegoni se çfarë pasojë është afat shkurtre dhe afat gjata pra mund të ketë ky veprim në marrëdhëniet mes Malit të Zi dhe Serbisë, por sidomos duke pasur këtu parasysh